Ne kemi lexuar me shumë shqetësim raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit, por nuk janë surprizë për ne. Kjo është shqetësimi që ne kemi ngritur prej kohësh. Pra kemi folur për korrupsionin. Kemi folur për praktikat PPP, të cilat kanë qenë klienteliste. Kemi folur për pengesën që i është bërë investimeve tuaja për të ardhur në Shqipëri. Kemi folur për dështimin e qëllimshëm të ligjit të investimeve strategjike. Kemi folur për drejtësinë disa herë, shpesh herë të munguar, duke detyruar firma, siç thotë raporti, që të shkojnë të detojnë arbitrazhet. Kemi folur për mungesën e fuqisë punëtore, tashmë të theksuar, sidomos gjatë viteve të fundit, si pasojë e emigrimit, sidomos të të rinjve dhe të profesionistëve shqiptar. Kemi folur, ka dalë goja mbrapa duke folur për këtë problematikë. Tashmë ne i shohim të zyrtarizuara, jo për herë të parë, të zyrtarizuara edhe në raportet e Departamentit Amerikan të Shtetit. Pra është diçka për të theksuar, është raporti i parë i Departamentit të Administratës së Re Amerikane. Pra, ka qenë problematika të ngritura edhe në të kaluarën, por tashmë të theksuar akoma dhe më fort. Çfarë thot për qeverinë Rama ky raport? Pra është një paralajmërim, është një këmbën alarmi, cili është mesazhi që mund të lexojmë përtej poshtë raportit? Çdo një qeverisje e përgjegjshme, sot do të ishte kur doli raporti, dolën dhënat e raportit, dhe par dia duhet ishte bërë një mbledhje sa urgjente për trajtuar raportin. Gjë që nuk ka ndodhur, pra do të ishte mbledhur, diskutonin mbi problematikat, nëse do kishin vullnet patjetër. Por sigurisht diçka nuk ka problematika që nuk e din. Për shumë problematika janë vetë arkitektët e problematikës. Nuk e di qeveria që ka korrupsion administratë. Çfarë ka bërë deri më sot? Më thoni pak, sa janë denoncimet që vetë qeveria dhe instrumentat e saj të brendshme kanë bërë denoncime korrupsione. Asnjë. Të tëra kanë ardhur nga institucione jashtë qeveritare. Ka ardhur vetë nga institucionet e drejtësisë, o kanë ardhur nga mediat, o kanë ardhur nga institucione të tjera ndërkombëtare. Vetë qeveria me instrumentet e saj të inspektimit, të auditimit, kontrollit të brendshëm kështu me radhë, zero denoncime korrupsione. Nuk e di qeveria që PPP-s duhen dhënë në formatin si i ka dhënë. E di shumë mirë. Vetë i kanë dhënë. Nuk e di qeveria që është rëmbëruar konkurrenca e lirë të ndershme, nuk ka konkurrencë lirë të ndershme në Shqipëri. Vetë arkitektët nuk kanë as 10 javë, as 12 javë, as 12 muaj. Kanë 12 vite në qeverisje. Dhe në momentin që kanë 12 vite në qeverisje, të siguroj që informacionin e ke dhe çdo gjë problematikat që ndodhin, janë sepse ti ke lejuar të ndodhin. Në anën tjetër, problematikat do ekzistojnë. Se jo më kot ekzistojnë dhe institucionet. Institucionet ekzistojnë se ka problematika për të menaxhuar. Po këto problematika gjatë 12 viteve të fundit kanë ardhur në reduktim apo kanë ardhur në shtim? Nëse kanë ardhur në reduktim, do ishin në trendin e duhur. Pra në përmirësim situatës. Po fatkeqësisht për shumë element, këto kanë ardhur në përkeqësim e sipër. Kemi qenë vendi i parë në rajon para 12 vitesh për sa i përket pagave, pensioneve. Sot jemi vendi i fundit. Kemi qenë vendi i parë në rajon për thithjen e investimeve tuaja direkte. Sot jemi vendi i fundit. Megjithëse është raporti pikërisht i klimës së investimeve të investitorëve tuaj. Po. Ishin të parët para 12 vitesh, si përfunduan të fundit. Pse? Cilat janë arsyet? Të tëra dihen, disa prej shumica pesa dërmuese për tyre kanë qenë edhe të qëllimshme. Qeverisja duhet i thrasë mendjes derisa është një qeverisje për të rekuperuar situatën. Ekipet ministrore bashkë me stafet e tyre duhet të marrin situatën më herë në kontroll pasi ka dalë, por kjo do vullnet. Pyetja është, a ka vullnet për ta përmirësuar? Pasi vit për vit ka dalë ky raporti. Këto shqetësime ishin dhe raportin e vitit të kaluar. Ka qenë dhe raportin e vitit më parshëm. Pasi s'ndryshoi, përkundrazi situata do përmirësuar. Kështu që nuk e shoh shumë tek qeveria, zgjidhja do ishte ndryshimi i modelit qeverisës. Qeveria i ka ditë problematikat, është vetë autore e një pjesë të madhe problematikave, nuk i ka dhënë zgjidhje gjatë këtyre viteve të fundit, përkundrazi ka thjesht agravuar ato. Kështu zgjidhja s'do të parë më te qeveria, por te ndryshimi dhe rotacionet politike. Ajo që unë dua të kuptoj në intuitën tuaj politike është ky një si ta them, është një shuplak e administratës Trump kjo për qeverinë Rama, po e bëj pyetjen drejt për drejt. Absolutisht që po. Sidomos gjatë kohëve të fundit, javëve fundit që administrata amerikane ka deklaruar, ka shpallur luftën e saj ndaj krimit organizuar dhe ndaj trafikut ndërkombëtar të drogës, duke qenë se një nga edhe pikat që rendiste raporti i klimës për të bërë biznes në Shqipëri të Departamentit të Shtetit përmendë pikërisht faktet të drogës të madhe që rregullonte, sasisë të madhe për pastrimin e tyre në ekonominë shqiptare, ju asiguroj që është këmbën alarmi për qeverinë si në aspektin politik, por ashtu në reagimin e faktorit ndërkombëtar ndaj qeverisë shqiptare.
Ajo që duhet të kuptojmë diçka sot është një ekonomi e cila bazohet në mungesë konkurrence, që nuk bazohet në investime të huaja të shëndetshme, që automatikisht përkthehet edhe më pak investime të brendshme të shëndetshme, që nuk bazohet në rregullat e konkurrencës lirë dhe ndershme, që nuk bazohet në lirinë për të bërë biznese vërtet se përpara shanset e suksesit i ka pothuajse zero. Më thonë në një vend i cili ka këto aspekte, ka këto karakteristika dhe është i zhvilluar. Jo. Janë vende të cilat kthehen dorës 2 dhe dorës 3, ndërkohë që Shqipëria do të jetë ai vendi i cili jo thjesht aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian për shkak të pozicionit tonë gjeografik, por sepse me vërtet meriton integrimin në Bashkimin Evropian, jo thjesht për lëvizjen e lirë që kemi fituar tashmë që për vitin 2011, por të integrohesh në çdo aspekt të saj, si në aspektin social, aspektin politik, ekonomik e kështu me radhë. Kështu që janë detyra të forta për të kryer, por që meqenëse nuk i kanë kryer gjatë këtyre viteve, nuk është që kam një besim të madh me të drejtë që do kryhen tash. Gjithsesi koha do t'rregojë. Qartë, edhe një çështje të fundit për ta lidhur me Bashkinë e Tiranës. Kryeministri Edi Rama ka deklaruar ditët e fundit se është e rëndësishme që të huajt të blejnë pronën në Shqipëri. Ka shkaktuar mjaft reagime kjo deklaratë. Ai, si thua, është lidhur me integrimin e mundshëm të Shqipërisë në vitet në vijim në Bashkimin Evropian, pra arritjen edhe të çmimit të pronave, gjithashtu që e ka deklaruar. Tani, duke qenë se qyteti i Tiranës veçanërisht ka një problem të madh me ndërtimet, në kuadër të kësaj që zoti Rama ka thënë, po edhe në kuadër të raportit të Departamentit Amerikan të Shtetit për klimën e investimeve, a ka opozita në kryeqytet një plan për menaxhimin, rregullimin, përmirësimin apo ndryshimin e gjithë situatës së kryeqytetit, e cila besoj biem dakord që është mjaft problematike? Absolutisht po, opozita e ka planin e vet, e ka projektin e vet. Ai që na duhet për ta vënë në jetë planin, do duhet besimi i qytetarëve. Gjithmonë nëse do kemi zgjedhje të lira ndeshme, jo fars si 2023, zgjedhje lokale apo fars si 11 maj i këtij viti. Në rast do lihen qytetarët të lirë për të zgjedhur, dhe do zgjedhin vizionin ton, modelin ton dhe kandidatin ton, të sigurohesh që ne kemi një plan për të përmirësuar gjërat. Jo çdo gjë mund të rregullohet, pasi nuk mund të zhduken kullat e ngritura, nuk mund të zhduket betonizimi, ama të sigurohesh që mund të merren masat për të lehtësuar si trafikun, për të urrur ndotjen e ambientit, për të shtuar hapësirat e gjelbëve, janë në mundësi, për të ndërtuar kopshte çerdhe aty ku mungojnë. Por mbi të gjitha dhe për të luftuar korrupsionin i cili është bërë endemik në strukturat e Bashkisë Tiranës. Shko do të jemi të qartë, ky është një mandat pjesor. Është 1 vit e gjysmë mandat. Kushdo që do fitojë ka 1 vit e gjysmë kohë. Deri në zgjedhjet e ardhshme vitit 2027. Pra nuk mund të flasim për programe dhe projekte të plota 4 vjeçare. Do flasim për mini programe dhe për objektiva afatshkurtër. Në objektivat tona afatshkurtër të sigurohesh do të rimarr kontrollin një herë pikëspari i financave i menaxhimit punëve në Bashkinë e Tiranës, do të bërë transparencë mbi çfarë ka ndodhur deri tash të abuzimet e ndryshme dhe të vihen përpara drejtësisë personat përgjegjës, të stopohen të gjitha praktikat klienteliste dhe korruptive, të stopohen këto dhënat e lejeve pa kriter miqve dhe shokëve, të bëhet pastrimi i Tiranës pasi Tirana sot është zhul, të bëjmë ato çfarë mund të bëjmë në vite gjysmë përmirësime në sistemin e ujësisë kanalizimeve të Tiranës, ku Tirana përsëri sot është ende pa ujë, sidomos gjatë ditëve të fundit kemi parë krizën e furnizimit me ujë në Tiranë. Të lëshirojmë ato hallkat të administratës si nivel qendror bashkisë, ashtu dhe institucionet e varësisë, për sa i përket praktikave korruptive, ato 100.000 lekësha, 200.000 lekësha që marrin tatimorët, inspektorët, kontrolluesët e këto me radhë, ta çlirojmë dhe t'ia kthejmë qytetarëve, ato para në xhepin e tyre, po njëkohësisht mjafton, është kohë mjaftueshme edhe për të reduktuar disi edhe taksat e bashkisë dhe tarifat e bashkisë, si e ka bërë mbytëse, si për konsumatorin familjar, ashtu edhe për biznesin. Këto gjëra mund t'i bësh në një vit e gjysmë. Nëse flasim pastaj për ta çuar Tiranën, për ta sjellë Tiranën, ta zhvillojmë Tiranën përpara, patjetër që mund duhet edhe më tepër kohë. Por ama masat paraprake le të themi ato të shpejta, jo sigurohesh që mund të merren dhe është kohë mjaftueshme. Do të sjell vetëm një indikator i cili i përmbledh të tëra. Në raportin e Numbeos, në 37 kryeqytete të Europës perëndimore, qendrore dhe juglindore, që përfshin edhe Ballkanin, Tirana është kryeqyteti 37 e fundit. Pra imagjinoni çfarë gjendje jemi. Edhe Kievi është më mirë se ne, që është në luftë, i bombarduar. Dhe ky është raporti dal para as 2 muaj më parë. Ndërkohë që lufta në Ukrainë ka hyrë vitin e 3 tashmë. Pra dhe Kievi është më mirë se ne.
Imagjinoni çfarë situate jemi ne. Dhe raporti non BES flet për cilësinë e jetesës që i përfshin gjithë aspektet brenda. Aspektet sociale, ekonomike, infrastrukturore, çdo lloj aspekti të jetesës tonë. Dhe kur bëhet renditja e këtij le themi indikatori raporti, nga 37 kryeqytete, Tirana është 37. Pra imagjinoni se në çfarë qyteti po jetojmë. Po sa i takon ndërtimeve? Ndërtimeve. Gjithë zgjidhja për vite gjysmë, absolutisht. Që s'do dalë dikush dhe thotë nga bëj Tirana mrekulli për vite gjysmë, ju gënjen, ju mashtron. Por ama korrupsionin, klientelizmin, rikthimin në shinat të normalitetit, reduktimin e barrës të madhe buxhetore, që marrin sot 12.400 punonjës administratës, ndërkohë që gjysma atyre rrin kot dhe bëjnë thjesht politik, ndërkohë që nuk duhet të shërbejnë Tiranës, por vetëm Tiranës nuk i shërbejnë. Pra marrin sa masa e paraprake që e fusin normalitet funksionimin e Bashkisë Tiranës dhe rikthimin të shërbimet bazike të qytetarëve, të sigurojë që mund të kryhet darën kohërtivi dhe gjysmë. Po sa i takon ndërtimeve? Kjo duhet të jetë normaliteti dhe njëkohësisht japi fundi shpenzimeve të kota. Por një pyetje kam unë. Në rast se marrim rastin hipotetik, fitoi zonja Manasiliu. Do vazhdoj si Rënvelia të paguajë inceneratorin Tiranës? Bëjnë të pyetje kur ta keni në studio. Po zonë, fitove, supozojmë se fitove. A do paguash inceneratorin? Po sa kushton ky incenerator? 13 milionë euro në vit. 1.1 milion euro çdo muaj. Me 1.1 milion euro ti ndërtoni shkollcat në periferi të Tiranës. Ndërton kopshte çerdhe mes Tiranës po duash, me 1.1 milion euro çdo muaj. Çdo muaj vidhet nga i shkollë, nga i kopshte dhe nga i çerdhe, prej babzisë inceneratorit. Ora nuk ekziston kjo gjë. Paguhet diçka që nuk ekziston. Pastrimi do kryhet, po pastrimi ka faturën e vet, 20 milion euro, po thjesht 21 milion euro. Përveç kësaj është dhe 13 të tjera që paguajnë, që shkon 34 në total fatura e pastrimit Tiranës. Është 13 milion euro shi incenerimit, që nuk ekziston më zotëri. Nuk ekziston, është landfill, është depozitim. A do ta paguajë kjo zonja po të zgjidhej në krye të Tiranës? Ta filloj me këtë fushatën elektorale. A do të deklaroj ato kontratat që nuk janë deklaruar deri më sot që mbahen të fshehta, që janë firmosur nga paraardhësi vet? Ta filloj fushatën me këtë. Po apo jo, ta di qytetarët. A do ulin një taksë rritur gjatë këtyre viteve? Sepse po të shikoni buxhetin e bashkisë, janë 220 milionë euro të mbartura nga viti i kaluar, çdo thot. 220 milionë euro të mbartura nga viti i kaluar. Që janë para që janë marrë qytetarëve, janë futur në arkën e bashkisë për taksë tarifa, por nuk janë shpenzuar, nuk janë thyer shërbime. Qëse ke pafsinë, ke pas pafsinë për vite të kthesh në shërbime, kthej më lekët qytetarëve, ti marr në xhepin e tyre ti shpenzojnë vet. Se leku në xhepin e qytetarëve dhe biznesit është 100 herë më mirë se leku në xhepin e qeverisë. A do i shpalli këto, a do na bëj transparencë mbi ato praktika që bënte PSD-ja, që i kollaboronte të tërë aparat për shefin e vet 100%. A do bëj transparencë me disa marrëveshje të lidhura, të cilat ende deri më sot nuk i ka bërë, do për transparente për të njohura publikun, do se kemi bërë shkresa zyrtare të firmosur edhe nga unë vet. Për marrë informacion kur s'ka i marrë. Le ta fillojmë me këto, gjërat bazike, diskutojmë për Tiranën, ta lejmë politikën e përgjithshme. Nuk do të bëjmë këto fushat debati politikës përgjithshme. Po ndërtimet do bëjmë problematikat që ka ky qytet. Çfarë do bëjmë për fshatin? Do premtoj siç bëri Rënvelia që do subvencionojmë fshatin dhe kur nuk e subvencionojnë 3 mandate. Sa ishte vite fushata do subvencionojmë fshatin. A ka në përgjithësi zonja e cila sot është komanduar të jetë kandidate e Partisë Socialiste për faktin që ka qenë 6 vjet, 7 vjet ministër shëndetësie. Dhe kur nuk vuri macat në Tiranë të matjes ndotjes ambientit, ndërkohë që fëmijët tanë sot thithin jarë 18 herë më ndotur se normat e lejuara të BSH-s. A ka përgjithësi zonja që do garojë në kryet për drejtimin e Tiranës për faktin që ishte 4 vjet ministër arsimi? Dhe Astiri, sot zona Astiri dhe gjithë zonat e 72.000 banor ende nuk kanë një shkollë. Apo Kodra e Liçenit ende nuk kanë një shkollë. Apo zona e Priftit ende nuk kanë një shkollë. Kodra Priftit ende nuk kanë shkollë. A ndjej përgjegjësi politike? Pse këta që kanë qenë për 12 vitesh në drejtim të punëve dhe kanë sjell problematika nga më të nuk kanë menaxhuar dot më, me dashje pa dashje s'u dy fare. Le të justifikojnë vet. Unë shoh rezultatin. Kur ja kemi dhënë fatin në dorë, fatet tona në dorë për 12 vite dhe nuk na kanë zgjidhur sa problematika bazike, përkundër se është progresuar situata, pse do të japë përgjegjësi tjetër shtesë menaxhimit të Tiranës? Kjo do të jetë debati për Tiranën. Prandaj i friksohen debatit. Qartë. Debati do të bëhet që ditën e parë, doli kandidati zyrtar dhe i opozitës, po. Që të nesër fillon debati. Debat publik, qytetar.
të dalin përballë njëri tjetrit, siç bëhet edhe në Kosovë. S'po flas siç bëhet në Suedi, në Amerikë apo në Gjermani. Po me standardet e Kosovës. Të dalin përballë njëri tjetrit me emrin e tyre, me figurën e tyre, me rryben e tyre, me integritetin e tyre, që dhe gjykojnë qytetarët. Jo t'i bëjnë thirrje patronazhistëve turun në juve tash. Ç'është patronazhimi? Ndjekës. Të ndjekin nga mbrapa çfarë bën ti. Ku han, ku pi, me kë flen, ku punon, ç'a punon, kë njeh, kë sjef të mëradh. Ka praktika antiligjore. Qartë. Praktika antiligjore, ka praktika normale, nuk ka praktika njerëzore. Ndjeksa, çdo thot ndjekës. Ndjekës me zor do presim të hedhin fushat ndjekësit. Jo më jo. Nuk ka nevojë të hedhësh fushat ndjekësit, hedh fushat kandidatin. Nxirr fushat të kandidatin, mos trëmë kandidatin, dalin fushat përballë njëri tjetrit. A duan ta marrin drejtimin e Tiranës, po. Ky qytet, ky kryeqytet sidomos, i këtij vendi që meriton, që që aspiron për të integruar në Bashkimin Evropian, duhet ta meritojë. Dhe nga fillon merita, fillon që nga respektivi drejtat bazike demokratike, që dhe i qytetari thjesht informohet për kandidatët, për vizionin që kanë, të zbati debat, e të bëjmë debatin për Tiranën pas 25 vitesh. Për problematikat që ka në qytet. Mbi të mira dhe të këqijat, punët e mira që janë bërë dhe punët e këqija që janë kryer. Qartë. Mbi abuzimet e mëdha që janë kryer, ku janë zhdukur paradje, të bëhet transparenca. Nëse duan, opozita do jetë e gatshme për të gjë. Nëse s'duan pa thjesht, pastaj është thjesht frikë ndaj debatit, e cila pastaj uroj që të përkthehet në ndëshkim politik me votë qytetare. Por përsëris duke patur gjithmonë zgjedhje. Se nëse pastaj fillojnë instrumentat antiligjor, presionet e këto me radhë, me patronazhista që ndjeksa e kështu, këto pastaj s'janë më zgjedhje, të thjesht farsa elektorale, të cilat nuk i bëjnë mirë vendit, nuk i bëjnë mirë Shqipërisë, nuk i bëjnë mirë as zhvillimit dhe as hapjes vendeve të punës, apo zhvillimit ekonomik të familjes dhe të biznesit. Ne do vazhdojmë pastaj të jemi një vend i cili braktisë gjithnjë më shumë nga qytetarët, sidomos nga rinia, që vend sot që ne jemi një vend që terrorizojmë rini, është një vend sot që terrorizon thjesht pensionistë. Dhe pastaj i bëjmë thirrje edhe të huajve, i themi hajde ju bleni shtëpia në Shqipëri. Se nuk i blenë më dot shqiptarët shtëpiat me dot çmime që kanë shkruar. Se Tirana është kryer një lavatriçe të madhe pastrimi parash, dhe nuk e themi ne, e thon raporti së ndërkombëtare. Ta thotë edhe raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit. Parat pastrohen në ndërtim. Po kush mund ta blej sot një çmim 2000 euro, 3000 euro metri katror në Tiranë? Kush e blen? Me këto paga që janë sot. Një çifti burrë e grua që punojnë me pagë mesatare, që ato dy në punë, i duhet 70 vite për blerë një apartament të dhomë kuzhinë 80 metra. Qartë. Ai 80 vjeç jeton, po të ketë mesatarisht sot, 79 vjeç është bosha mesatare e thesës. Ku i ta marrë kredin që 9 vjeç që 10 vjeç. E temi pak edhe kush do i blej? Nuk i blen dot shqiptarët, nuk i blen dot më Tirana të apartamente, dhe i bën thirrje të huajve, hajde bleni jo. Po më të huaj mund të vinë. Në qeverisë nuk është bërë për të menaxhuar punën e huajve. Kjo qeverisë është ngritësh në punë, është në detyrë për të menaxhuar punën e shqiptarëve, për ta bërë testën tonë më të mirë. Jo që të vi Skandinavi le të vi, nga do që të vi, nga duan,